Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Sigur se e dini, pas që jena të punu në xhami, po do të dersin me majtë që to. Sot kemi mundësin me u shoqëru me një hadith të cilin e keni dëgju sigurisht shumë herë, hadith I cili nuk është I panjohur, po megjithatë ka pesh vlerë edhe ka kuptime shumë të mëdha. Hadithin e shënon Ebu Hurajra transmeton Ebu Hurajra radiallahu ta'ala anhu, për shkak se e shënon Buhariu sikur se e dim. E në këtë hadith shëndron se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh." 7 kategori njerëzish Allahu do t'i strehojë në hijen e tij atë ditë kur nuk do të ketë hije përveç hijes së tij. Edhe hadithi vazhdon me përmendjen e këtyre 7 kategorive. E para është imamun adil, një prijes udhëheqës sundimtar I drejtë edhe korrekt. Kategoria e dytë është shabun nasha'a fi ibadatillah, është një I ri I cili e rinin e ka kalu edhe e ka arrit pjekurin në ibadet për ulje dhe për kushtim ndaj Allahut fuqiplot. Pastaj kategoria e tretë është rajulun qalbuhu muallaqun bil masajid, një burr që zemra e tij është e lidhur me xhami. Kategoria e katërt është rajulani tahabba fillahi ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi, dhe 2 njerëz tash në këtë rast, kategoria e radhës janë 2 njerëz që janë që duhen për hir të Allahut, për Allahun takohen, për Allahun ndahen. Kategoria e radhës e pesta është wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamal fa qala inni akhafu Allah, një njeri të cilit I ofrohet një femër e cila është edhe me pozitë edhe e bukur. I ofrohet pra për imoralitet, e ai I thot: unë kam frikë Allahun. Kategoria e 6 është wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqat yaminuhu. Dhe një njeri I cili jep sadaka, po jep në mënyrë aq spontane dhe aq të fshehtë, saqë dora e tij e djathtë nuk e din se çka ka dhënë dora e tij e majt. Edhe kategoria e fundit apo e 7 është wa rajulun dhakara Allahu khaliyan fa fadat aynah, edhe një njeri I cili duke qenë në vetmi e kujton Allahun e I rrjedhin lotët. Që ky është teksti I hadithit që tregon një mirësi të madhe që Allahu I madhruar e ka përgatitur për robërit e vet. Ajo mirësi është e caktuar për kategori të ndryshme të njerëzve, ku në një farë mënyre përfshihen shumë njerëz. Fillimisht do të me përmend edhe me tregu se çka nënkupton shprehja në hadith. Allah do ta strehojë në hijen e tij në atë ditë që nuk ka hije tjetër përveç hijes së tij. Çka është hija e Allahut? Kanë ardhur hadithe në transmetime tjera edhe me kuptime tjera, përmendet hija e arshit. Dhe sipas gjitha gjasave, pra bëhet fjalë për hijen e arshit, do thënë arshi I Allahut fuqiplot, që është krijesa më madhështore. S'ka krijesë më të madhe se sa arshi, se sa froni I Allahut fuqiplot, për cilin Allahu nuk ka nevojë, gjithsesi është krijesë. Çdo gjë që është krijesë, Allahu I madhruar nuk ka nevojë për te, për shkak se Allahu ka qenë Zot edhe pa ekzistu krijesat. Kështu që këtë punë e kemi skajshmërisht të qartë. Duke e kuptuar kështu zotësinë e Allahut fuqiplot, s'kemi nevojë masanej me I mohu krijesat sikur se është arshi, ose sikur se janë disa cilësi të Allahut fuqiplot, që nganjëherë disa njerëz bëjnë gabim duke u mundu me I tjetërsu atributet e Allahut nga frika se mos po e personifikojnë Allahun. Pra hija është hija e arshit, po është pronë e Allahut, edhe aty s'mundet me u strehu, s'mundet me e shiju atë hija askush, përveç atij të cilit Allahu I madhruar I jep leje, e kjo
gjithsesi bëhet fjalë për ditën e gjykimit, atëherë kur për një mend nuk do të ketë hije, edhe pozicioni i diellit do të jetë shumë afër, edhe gjendja e njerëzve do të jetë shumë e rëndë, edhe nevoja e tyre për hije edhe për freski do të jetë evidente. Kështu që vetëm disa njerëz Allahu i madhëruar do t'ja u mundsoj që të freskohen edhe të strehohen nën hijen e arshit. Fakti se ajo është hija e arshit e bën këtë hadith hala më madhështor për shkak se dietarët thonë se çdo pozicionim afër arshit mes tjerash është edhe tregues i kënaqësisë së Allahut fuqiplot. Andaj kjo e bën hadithin akoma më interesant, po e bën gjithashtu edhe ofertën akoma më i joshse. A do të ketë athu njerëz tjerë përveç këtyre shtatëve, apo janë vetëm këta të shtatit, kanë ardhur edhe hadithe tjera që përmenden edhe njerëz të tjerë. Pra nuk janë vetëm këto 7 kategori që do të futen në hijen e arshit, po ka edhe hadithe tjera që përmenden domethënë njerëz tjerë që do të përfitojnë prej të njëjtit benefit. Atëherë kuptimi i 7 kategorive që përmenden hadith është mes tjera citojnë ato 7 kategoritë, e ka edhe tjera, po në këtë hadith përmenden 7. Kur e analizojmë këto 7 lloje të njerëzve, e shohim se janë në pozicione të ndryshme. Njëri është i sprovuar me pushtet. Prijes, pushtetar, sundimtar, po që është i drejtë. Sprova e pushtetit është e madhe, edhe te zakonisht rrëzohen shumë njerëz, për shkak se harrojnë për çka ja kanë mësy pushtetit, për çka po e lypin, ose për çka Allahu ja u ka dhënë. Pushteti lypet edhe synohet edhe Allahu e dhuron që njerëzve më ja u letu jetën, më ja u bë jetën më të mirë, që më i qeveris në mënyrën më të duhur edhe në mënyrën më të drejtë. Po kur ulen njerëzit në ato pozicione që pushteti u ofron shumë komoditet, atëherë e harrojnë drejtësinë edhe vazhdojnë që pushtetin me e përdor për përfitimeve tanake, edhe për këtë arsye si duket, ka ardhur në krye të kësaj liste pushtetari i drejtë për arsye se rrallë gjendet. A me kon pushtetar edhe me kon i drejtë, atëherë po meritoj ka shumë shpërblim edhe shumë nder prej Allahut fuqiplot. Kategoria tjetër është djali i ri, është potencuar rinia, shabun nasha'a fi ibadetillah, djal i ri i cili jetën rinin edhe e ka kalu edhe pjekurin e ka arrit në përkushtim ndaj Allahut fuqiplot, edhe kjo është veçuar me përmendje për shkak se te rinia kjo është pak më sfiduese. Njerëzit kur i bojnë do vjet e shohin, e kuptojnë, vetvetiu e kuptojnë, natyrshëm e kuptojnë se kjo jetë s'shin ka kur gja. I kalova 50 vjet, 60, 70 edhe ikën, e shohin se po i afrohen fundit jetës, ndërsa rinia hala nuk e ka këtë ndjesi. Do thonë rinia hala janë sipas asaj shprehjes kur afsha mos u vrafsha, edhe si rrjedhoj e kësaj ata kanë më shumë mundësi me kon të shkujdesun. Dhe një i ri i vetëdijshëm për vlerën e jetës, për obligimet që ka, për detyrimet që ka, një i ri të cilit i është bë i dashur në nështrimin ndaj Allahut fuqiplot, për kushtime dhe ibadeti për te, atëherë s'ka dyshim se ky meriton nder edhe privilegj, i cili është përmendur në këtë hadith, po është përmendur edhe në hadithe tjera. Pastaj njeriu i cili e ka zemrën të lidhur me xhami, zemra e lidhur me xhamin nën kupton dashni për xhamin, edhe nën kupton që njeriu s'mundet pa xhami. Shkon i fal namazet, nga njerë e pret namazin, nga njerë shkon pas namazit, nga njerë qëndron, nga njerë shkon para namazit edhe e pret, nga njerë qëndron edhe pas namazit, por jo vetëm këto, por edhe të gjitha ato aktivitete që lidhen me xhami edhe me mirëmbajtjen gjallë, me remet aktive të xhamis, unë menoj se secili që e ka këtë dashni edhe këtë gatishmëri hyn në këtë. Mas kësaj vije kategoria tash në këtë rast e dy njerëzve që janë të lidhur për hir të Allahut fuqiplot, e dojnë njëri tjetrin, e respektojnë njëri tjetrin vetëm për hir të Zotit, s'kan kurfar interesi tjetër që i bashkan. Kjo nuk do të thotë se s'po bëj ka njerëzit që duan për Allahun me pas interes tjetër. Jo, mundën me
mundën me pas edhe tregti, edhe punë, edhe biznes, edhe miqësi, edhe çka do të qoftë. Mirë po, ajo kryesorja e cila i lidh është dashnia për hir të Zotit, ndahen edhe takohen me emrin e Allahut, edhe kjo është vlerë e veçantë. Pastaj vjen njeriu i cili jep sadaka ose para ti, renditja fundit edhe nuk është shumë e rëndësishme, njeriu të cilin e fton edhe i ofrohet një femër e bukur edhe me pozit, e ky e refuzon duke thonë unë kam frikë Allahun, është përmend sfida ose sprova e imoralitetit ku janë dhënë dy përshkrime të femrës që realisht meshkujt tërhiqen prej femrave natyrshëm, po me kon femra me pozite dhe me kon e pasun, ajo bëhet haloma tërheqse, edhe njerëzit ndoshta që edhe nuk kanë shumë anim ka imoraliteti, në situatat e këtilla mundën me ranë sprovë. Pastaj nuk është iniciator mashkulli, është iniciatore femra, kjo e bën imoralitetin haloma të lehtë në këtë situatë, e njeriu në këtë rast me u ndalë, me u vetë përmbajt, edhe me thonë, inni e khafullah, unë e kam frikën e Allahut. Dhe më thonë me refuzu duke e thonë këtë fjalë, atër kjo është vlerë shumë e madhe dhe me këte aje meriton atë strehë dhe atë freskin ditën e gjykimet. A do të me e thonë me fjalë, apo me a thonë vetit, kjo fare pak ka rëndësi, se fundja është formalitet, po me rëndësi është që njeriu me qëndru sa më larg imoralitetit. Pastaj vije njeriu i cili e jep një sadaka, sa që ajo që ka dhënë dora e djathtë, dora e majtë nuk e din, këtu e kuptojmë se çka do të me dhonë, po dash ka me dhonë me dorë djathtë. Pastaj këtu bëhet fjalë për sadakat vullnetare, për arsye se zeqatin, për shembull që është sadaka obligative, bën me e dhonë edhe publikisht, e nganjëherë ndoshta është mirë me e dhonë publikisht për dy arsye. E para, njerëzit me ditë se ky që Zoti i ka dhënë pasuni, ky e jep zeqatin, e kryen obligimin. Edhe tjetra, për me u kujtu tjerëve me i nxitë edhe me u bë shembull i mirë. Po një pjesë sadakas duhet me e pas edhe të msheft. Ashtu që mos me e ditë e majta çka po jep e djathta, e ky shembulli me e ditë dora jep punon, po jep simas urdhnit të trunit edhe të mendjes, thot dikosh prej dietarëve, thot këto sigur me i personifiku dora e djathtë me kon një njeri, edhe dora e majtë me qenë një njeri tjetër, të cilët shoqërojnë në vazhdimsi, po ti çaq në mirë të msheft e ke dhënë sadakan që ky që rrin nënt majtë s'ka mujt as me e vret. Qëllimi çka është këto? Qëllimi as nuk është me insistu shumë në mshehjen e veprave, se nganjëherë tu insistu i bojmë publike ato. Tu mu nuk që po i mshefëm, bëhet reklam, me usill natyrshëm. Mirë po gjithmonë të e pas parasysh vlerën edhe rëndësinë e sinqeritetit edhe të përzemërsisë, atëherë do të me anu ka fshehja, mos bëmja publike e veprave, e sidomos atyne vullnetare, atyne që i bojmë shtojtës përveç obligimeve. Edhe e fundit, gjithashtu lidhet me sinqeritetin, thot një njeri i cili duke qenë në vetmi e kujton Allahun, ose e kujton me zemrën e tij, ose e kujton me gjuhën e tij, edhe duke e përjetu madhështinë e Allahut fuqiplot, atij rrjedhin lotët nga frika prej Allahut dhe respekti për te, nga dashnia për Allahun, nga mallëngjimi për me e taku Allahun, nga bindja e madhe për me, si me thonë, për me e prit edhe me dëshiru e me e lakmu, atë që Allah i madhruar e ka përgadit për robrit e vetë. Allah i madhruar në mund soft që me pas hise, se cili prej neve në këto kategori dikon me u pozicionu, ashtu që me marë hisën më të mirë të shpërblimit, nderit edhe privilegjit të ti në këtë dunja edhe në botën tjetër. Allah ju shpërbleft. Wa sallallahu ala nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Mm-hmm.